Nuk e shoh si alternativa Adem Jasharin, absolutisht jo. Lojrat janë Prishtina 2030 dhe minimumi që ka është detyrimi të mbahet në Prishtinë është ceremonia hapse dhe ceremonia mbyllse. Pra, nuk mendoj që ndonjëherë në ndonjë format do t'ish pajtuar dikush që ceremonia hapse mos të mbahet në Prishtinë, duke marrë parasysh që qendra e akomodimit është në Prishtinë dhe jo vetëm që është në Prishtinë, po qendra e studentëve është gati se të themi me ecje të lirë në kom, të themi mund të shkohet deri në stadium. E dyta, nuk e shoh të arsyeshme për arsye të kapacitetit. Nëse nuk gaboj, kapaciteti i Adem Jasharit është 14.000 ulse. Kapaciteti i Fadil Vokrit është 13.000 ulse. Pra atëherë majna Fadil Vokri. Nuk do thotë Adem Jashari as në aspektin e kapacitetit të ulseve nuk e kryen këtë detyrë. Përse levojit të rëbes 20-30.000 ulse, është planifikuar. Ajo kishte qenë ideale. Dhe unë mendoj që duhet të kemi stadium nacional. Nuk është vetëm për lojra mesatare. Çka ndodhi tash me ndeshjen Kosovë-Turqi? U harxhuan biletat për 2 orë, edhe tani edhe ti Albert, edhe unë si një njeri që nuk kem fare Federatë Futbollit kam pas 500.000 thirrje aki bileta. Kosova ka nevojë për stadium më të mirë. Federata e futbollit, ekipi jon i futbollit e meriton stadiumin më të mirë. E meriton një stadium minimum 20.000 ulse deri 25.000 ulse të përafërt siç e ka edhe Tirana. Pra e meriton. Tash, a mund të jenë lojrat mesatare shkaktar që të krijojmë ato kushte më të mira për futbollin të ardhmen? Pse jo? Pse mos jetë? Unë mendoj që duhet punojmë edhe nuk duhet ta lëmë këtë ide të krijimit të stadiumit kombëtar. Unë jam i bindur që ekziston edhe vullnet qeveritar, vullnet komunal, vullnet sportiv që stadiumi kombëtar të krijohet dhe të ndërtohet. Por nëse vonohemi edhe një vjet, ajo kalon në iluzion. Dhe kostot për të ndërtuar një stadium të tillë trefishohen. Pra nëse e nisim si vjet, akoma jam optimist. Nëse nuk nis si vjet, t'ju kallzoj drejtën, nuk jam optimist dhe duhet të këshyrim edhe planin B. Plani B unë e shoh Fadil Vokri, nuk shoh plan B tjetër. Dhe ndoshta zgjerim i Fadil Vokrit të ndonjë tribunës, rritje ndoshta e përkohshme me 5.000-6.000 ulse dhe të ketë një kapacitet 20.000. Është opsion, nuk është më i miri, nuk është i preferueshmi, nuk është diçka që futbolli jon e meriton, futbolli jon meriton një stadium serioz dhe ekipi jon i cili na bëri krenar pa mas meriton një stadium më të mirë.